Kjo frymë e ka bërë Tiranën një shtëpi të hapur për të gjithë ata që erdhën nga çdo cep i Shqipërisë dhe zgjodhën këtë qytet për të jetuar, punuar, ndërruar e ndërtuar, duke u bërë sot të gjithë bashkë metropolën e Shqipërisë. Një çdo lagje e rrugë të saj, ku dhe se janë të shpërndara ata, një nga afër çdo fshat, çdo fush e kodër për saj dhe malin e dalit që prinë në linje. Një nga afër qytetarët e saj, të vjetë dhe të ri, ku janë vendosur për të jetuar e punuar. Për këtë arsye, sot duhet të them me zemër të hapur. Do të jem prefekti i të gjithëve. I autotomësve të Tiranës dhe i çdo qytetari tjetër që jeton në këtë metropol, pa dallime politike, fetare apo shoqërore, sepse Tirana është e fortë vetëm kur qytetarët e saj janë bashkuar. Në ushtrimin e kësaj detyre, ligji do të jetë busolla ime e vetme. Drejtimi, koordinimi dhe kontrolli i lishmërisë, së unitarisë, së bashkive dhe institucioneve qendrore ligjare do të bëhet me panshmëri, përgjegjësi dhe respekt për njëri tjetrin. Prefektura do të jetë një urë bashkëpunimi, sepse qytetarët kanë nevojë për institucione që flasin me një zë dhe punojnë për të gjithë, për një qëllim për të përmirësuar jetesën e tyre dhe shërbimet që duhet t'i japi shteti. Në fund, dua të deklaroj diçka personale. Kam mbi 35 vjet që punoj për shtetin shqiptar në pozicione të larta drejtuese me përgjegjësi dhe përkushtim. Por funksioni i prefektit të Tiranës do të jetë për mua më i bukuri, më i dashuri dhe më i përkushtuar. Ndoshta edhe i fundit.